po më gëzu bërë i kemë ushtrin, më gëzu bërë i kemë policinë tonë, bërë, zemrë ja uksa. Mandej në vitet e 92-ën për herë të parë armatimi ka orë prej Shqipërisë në këtë xhami. Këto dëmtime në murin e xhamis nuk janë qarje muri, janë vrima plumbash. Gjurmë të breshërisë së regjimit serb që goditi këtë xhami në vitet e luftës. Ajo është një nga 218 xhamit në Kosovë që gjatë viteve 98-99 u bë cak i sulmeve të regjimit serb. Një periudhë kur objektet e shenjta u goditën qëllimisht dhe besimi u vu në shënjestër bashk me njerëzit. Brenda këtyre mureve u ruajt jo vetëm shpresa e njerëzve, por edhe sekretet që i përkisnin luftës për liri. Sepse xhamit, në çdo kohë, kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë në shërbim të popullit të Kosovës, si vende besimi, strehe dhe bashkimi. Ato dëshmojnë edhe sot mishrimin e vlerave dhe qëllimeve fisnike të cilat për armikun duket se kanë qenë pengesë. Imami i kësaj zone, zotri Fadil Idrizi, ndan me ne detaje të rralla, kujtime dhe dëshmi për rolin që ky objekt pati në ditët më të vështira për fshatin dhe Kosovën. Një rrëfim që lidh fen me mbijetesën dhe besimin me qëndresën. Imam i nderuar, na tregon në pika të shkurtra në lidhje me xhamin që kemi prapanesh. Ndërum, xhamia është ndërtuar, do thot për herën e parë në fshatin Broj në vitin 1722. Fal kontributit vullnetit mirë dhe njerëzve të mirë që kanë kontribu, është ndërtu kjo xhami, cila ka pas një territor tepër të madh, xhamatit, deri sot këto shumica tani xhamatove dhe katuneve kanë edhe xhaminjat e veta. A ka ndonjë fakt historik që publiku nuk e din dhe ju si banor të këtij fshati e dini dhe që ja vlen ndoshta të ndahet me shikuesit? Po aja që dihet pak, do thotë që fillimet e para dhe themelet e para që janë vendosur për këtë xhami janë vendosur në fshat tjetër, të Proj Hiskovic që është quhet ashtu. Mirë po për shkak të terrenit e demografisë që ka pas pak popullat atje, është në vendosë dhe janë pru do thotë këtu në fshatin Broj, ku një bamers ka lshu token, e lagjës Doraku, edhe e ka lshu token këtu për shkak që ka qenë popullata pak më angazhume, pak më me shumicë, edhe kanë pru themelet e xhamisë në këtë vend, ku xhamia graviton dikon prej 2 hektare 15 ari tokë që i ka vakf. Si zakonisht në funksionet e xhamit që shërbejnë për vend falje, kjo xhami ka dhe një veçanti e cila ka shërbyer në kohët e vështira të Kosovës. Çfarë saktësisht ka ngjarë në këtë xhami, si çka ka shërbyer? Xhamia, si kur gjitha xhami tjera, përpos aspektit fetar cilin e ka pas, në çështjen e aspektit kombëtar, kjo xhami ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për komunitetin tonë. Në aspektin kombëtar, kjo xhami ka qenë shumë dimensionale. Domethënë në vitet 90 për herë të parë kur është shpall kushtetuta e Republikës Kosovës në atë kohë në institucionet paralele me ato të ish Jugosllavisë, këtu hoxha i nderuar Mulla Abdul Krasniqi do thotë e ka festu ditën e Bajramit, ka përku do thotë me ditën e kushtetutës që është bën me 2 korrekt vitet 1990. Mandej në vitet e 92-ën për herë të parë armatimi ka ardhur prej Shqipërisë në këtë xhami, këtu dhe është vendosur në arkivole, është mbyll dikon për një periudhë 5 vjeçare dhe në kohën vitin 1997 ju kanë shpërndarë do thotë njerëzve që celula të para të ushtrisë shtetërore të Kosovës që kanë qenë atë kohë. Pse u vendosën pikërisht këtu? U pasi institucion i besueshëm? Po zakonisht xhamia jon thotë edhe më herët në kohën e Mulla Ilas Brojës, si udhëheci grupet të kaçakëve, ka qenë gjithmonë vend i rujtjes, vend ku njerëzit kanë pas besimin më të madh që kanë mujt, por ka qenë pozita gjeografike që ka qenë e vrejtuar prej gjitha lagjeve që nuk ka mujt kush as me hy as me dal pa u kontrollu dhe pa u hetu. Në këtë aspekt do thotë edhe hoxha si pjesëtari asoj kohe celula të para, edhe merr do të këtë angazhim dhe këtë fuqi, cilën ka qenë thotë shumë e rëndësishme për komunitetin tonë atko, edhe është vendos këtu, është rujt thotë meren nga pjesëtarët e asoj kohe një natë dikush e ka bërë rujin për me rujt që mos më ardhë dikush, dhe në vitin 1997 kur ju kanë shpërndarë thotë edhe njerëzve cilët ishin
në të kyqen ato grupe. Si ka shërbyer xhamia për ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar të banorëve të Brojës? Xhamia këtu, do thot pas rolit, edukimin, fjalët cilat i kanë dhënë prej të madhit Zot, ka qenë do thot frymëzim për rinin tonë që s'pari mos me lshu Kosovën, ku në vitet më të mëdha dhe më të vështira me i dalë Zot vendit vet, i ka edukuar do të brezat e ri që me majt, me spari me respektu familjen e vet, me respektu do të koshin, e kështu me radhë që cilat kanë qenë frytdhënëse, thjesht kur është fjalë e Zotit aja ka peshën e vet. Mirë, po në rrugën e identitetit tonë ka shërbyer shumë, sepse në atë kohë policia serbe, ku po shkon xhami s'ka ngus fort. Pa din e ka pas një faratësine, mirë po ata fletë që kanë, ata i ka pengu, qa po shkoni atje, pse po bën atje, nuk po rini mirë ju atje në xhami, se kanë hetua ata dishka, dikush ka fol, e trive fort si ka pengu fort, i ka lon, ani shkoni vish musovana një fort, ka jenë këthy, ka hongër edhe, ka najë shupla, ka najë dishka, po s'ka me bon, kështu ka qenë, do thot koha, asoj koha ka qenë shumë e vështirë. Po shohim tani që xhamia është edhe në restaurim. Cili është mesazhi juaj? Çfarë mesazhi përçon sot xhamia? Cili është mesazhi juaj edhe për të rinjt e sotëm? Xhamia jon, do thot është hera e 4 tash që restaurohet. Viti i fundit ka qenë 1965. Është hera e 4 që po restaurohet. Porosia jon për rinin ton është që ta duajnë mas pari vendin e vet. Spari ta duajnë Zotin e Madhreshëm, të respektojnë obligimet ndaj tij dhe aja detyrimisht të obligon që me dashur vendin tonë, familjen tonë, dhe kjo është aja cila duhet neve me na angazhu gjithmonë mos na mungu në asnjë moment. Por kjo xhami mban edhe rrëfime që shkojnë përtej mureve të saj. Rrëfime të luftës, të armëve të fshehura dhe të njerëzve që rrezikuan gjithçka. Milazim Thaçi, i mbijetuar i masakrës së Izbicës, sot flet jo vetëm si dëshmitar i historisë, por si njëri që ka parë luftën sy mos sy. Ai rrëfen për rolet e xhamisë, për sasinë e armatimit të UÇK-s që u ruajt këtu dhe për rrezikun që bartnin ata që e mbronin këtë vend. Për i natë i kanë gjuhë, pse edhe në rëzunë minorën, po ato i kanë 72 copa arme mrena. Brenda xhamisë 72. Mrena në Sanak, Kofoma, dhe këtë njerë si i bishë me Sanak, edhe në dhe, edhe qitë drasa për mi. Edhe ma shkurt, a kanë një në sena, s'digjon, vish kanë gjuhë, edhe e ke po ato plumët, haloj ka ato viret atë, edhe na kanë rëzu minarën. E që shubua puna mi pru ardhë mirujq aty, pse i latë bashkë në xhami? Pse, po të kalzoj drejt, kanë thonë, unë e po si kam, se zguzoj. Hashimi me Kadri Veselin edhe me i tjetër, i kanë pru aty, e kanë thirë hoxhën, atë plakën kërë konë. Me iztë hoxhës, jo, bashkë me... E kanë thirë hoxhën, ka hoxha. Po, mu me hetu, e ka po njeri thmina, din, thënë te hetu, si të vje kush, thunë mi kanë pru me zërt, kanë ndoshë më mbra, mi kanë lorë që aty. O, po, edhe deshti Zoti, adin, si ka hetu, kush mas më rami të një kronis lufta, ato e kanë mori, kanë hiqë, për atuj, xhamia Brojës, që shthojnë, 7 por hoxhallar ranë, 2 mëlla Amina ishin kone, mëlla Ilazi, halat tjere, mëlla Selimi u konë 38 vjetë i Brojës, durak u konë. A i ka nejtë, tëni ka morë mëlla Vdyli, sa ju dekë, tëni mëlla Vdyli u ko gjallë e jala Fadilit, mëlla Fadilit, Fadili është për i të riqirët i hëtë, i Brojës, i të riqirësit, edhe tash për na hidisin xhamia i ka që tash vjetë, në duket, 304 vjetë. Në qitë rëthin atër s'kësh pas xhami, kërkon, që shkanë thonë, xhamia thujo me para kësaj, dhe pej u që pej bishkë vishtë, tha, fleshin këtu e falshin Bajramin.
qështu gjamia o kone mëshme, e tash në maru një 3, po vëlloj ma lekshdo, tash po na restaurojnë, e ke po sa mirë, po duhet më najdis me nxeme qëndrore, me kret, me qeremidet mira, qeremidet që i ka pos atër, na i theshëm ndrysh, atër po shdi gjosh farë qeremidesh atë, visht mira, e ka marrë një firmë, vëlloj, po punojshin mirë, se unë që të shkoj, di shpesh, flas me ta rri, gjamia u ko qelë gjithë, dej, më dha dyli kër u konë, duket një gjumo. Një gjumo, a tha 97, duket, as di. Tha qërë bura, edhe që të gjumo për folëm, tha mu, gjamia ka më mshelë, tha se duhet më përgadit për luft. Se për dhe marrë luftën, o kry, tha mo, këtu s'keni shka me lyp, edhe mo, ato kush se falë, armet i kanë pa marrë, tash kush i ka marrë, ty me gjas di, i kanë pa marrë armet s'ka pas atë, e qështu konë. U bat një fjale Milan aty, kur ta lyp nevoja, mi shpënda. Po, qashtu 72 copë në konë, të lifari në konë, qështu, po, vëllohi. E këtu hoxalar të na, theshin plesht, vinë si deshen e shkojnë veshën mirë. Se katuni brojës është katuni urt, i mirë, edhe adin i respekton hoxalar. Po vëllohi, i respekton. Qështu. E kur e gjujten në gjamin, kur deshten me sëlmu, që shun dit jo? Erzun, a dit bilim, unë më konë për jashtë, kësajdi më konë kër e kanë zuë. Pes larti, gjojten erzun, minarën tërë që kërë kryja, dhe luftës që kryje, unë asë këmë ditë për veti, drejtë për të kalzoj, po erë njoni, se kom pa dhonë një farë interviste të vërët i zbicës atje, erë të shi njoni i hagës ashtë që. Me kërë vetën hini në barë, a jetë të filoni po, tha, a bon me fol me ty po, pëse ja. Tha, ti tha, je konë qështë të thash po. Thash mu, thash më ka fëtu zoti, për me kalzu, për që të viktime si në metë atë. Thash edhe gjamin në kanë rëzuë, bilëm ja qita i kafe. Hadihin, kërë i në shku, i në dalë të gjamin, thash qëri që kanë bo, i në dalë dëtë, ato thash, aja, ty besdi gjoko me të aja fotografi, të një për, tu i në shku të vërezat një zbis. Kjo gjami nuk flet me zë, por murët e saj flasin. Flasin për një kohë kur Kosova lutej, luftonte dhe mbjetonte njëkohësisht. Sot, ajo qëndron ende në këmbë, vazhdon të restaurohet dhe të merr formën e saj, si vend paqeje, si dëshmi lufte dhe si kujtes se liria nuk erdhi pa plag.